njohës i mirë i fshatit, po, dhe di që në fshat pensionet janë shumë të ulta. Si? Pensionet janë shumë të ulta. Po. Dhe natyrisht, qeveria nuk ka bërë punë për t'i ngritur pensionet. E di që kosto e punimit të tokës në fshat është shumë e lartë. Dhe qeveria nuk ka subvencionu fshatin. E di që nivelli i jetesës në fshat është jashtëzakonisht i ulët dhe qeveria nuk ka bërë fare punë për të ngritur nivelin e jetesës. E di që fshatari me koston e punës nuk detot në treg, sepse konkurohet nga tregu i jashtëm dhe qeveria jo vetëm nuk ka subvencionuar, por përkundrazi ka bërë politika për të goditur fshatin. E di që gjysmat e fshatrave ju ikën drita sa eri duhet dhe qeveria nuk ka bërë që të elektrifikojë gjithë Shqipërinë. E di që 90% e fshatrave gati nuk kanë ujë. Dhe qeveria nuk i ka bërë. Vi në qytet. Unë e di mjaft mirë që në qytet gjithë pensionistët kanë rroga minimale. Unë e di mjaft mirë që 90% e qyteteve të Shqipërisë nuk kanë ujë 24 orë. Dhe po i vazhdoj këto nuk që i di unë dhe që i dim që të gjithë. Dhe mund të kem të drejtën që tashmë të dalë dhe të them fshati po vuan, qyteti po vuan, intelektuali po vuan, dhe gjitha këta janë produkti qeverisë. A më bën kjo artikulim mua person që duhet merë me politikë dhe që jam ai merituari që duhet marrë drejtim në vendit? Pse e themi gjë të tillë? I shoh që gjithë pa përjashtim këta që marrin përsipër tashmë të jenë antiqeveritar. Pretendimi, pensionet ulta. Pretendimi, s'ka ujë. Pretendimi e tjera. Gjesharaga është kërë thot Berisha që ka qenë kryqëste. Po mora Berishën, po mora Shabanin, po mora të gjithë me radhë dhe i fut të sinkron, do shofësh që është e njëjta metaforë, është prerë të këtë gjithë. Pse e them një gjë të tillë? Ai bën kjo lider dhe ai bën kjo persona të përshtatshëm për të votuar, këtë duhet pyes. Dhe këtë duhet artikulojnë në momentin e parë. Shpeshherë 90% e jetës politike të tyre është vetëm goditje, evidentimi këtyre problemeve dhe për i vërtetës unë duhet të jem shumë i ndërgjegjshëm në këtë rast dhe shumë i luajal në artikulimin tim, nuk i të bën.